Duke tentuar të fshehin votën, i shfaqën shkeljet. Përpjekja për të kaluar në proces të mbyllur për votimin e kryeparlamentarit nga vetëvendosje doli hapur si antikushtetuese. Si të tillë, qartë ka përkufizuar gjykata në aktgjykim sipas interpretimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, me qenë se rregulloria, kushtetuta nuk kanë folur për këtë çështje, por e kanë ndaluar ndryshimin e rendititës, atëherë ka thonë përdorim praktikën e drejtanishme parlamentare. Në asnjë rast, praktika e drejtanishme parlamentare nuk ka leju zgjedhjen e kryetarit të kuvendit përmes votimit të fshehtë. Këtë e mbështetë edhe avokati i këtij subjekti që bashkë me deputetin jurist u deklaruan se qëndrimet e shfaqura në këtë konferencë të shtunën janë veç profesionale e hiq politike, kur i renditën edhe shkelje tjera. Me qëllim që të iket përgjegjësisht për ta propozuar një kandidat i cili po dështon në mënyrë të sëriqme po flas në pikpamje procedurale dhe kushtetuese parlamentare, është propozuar komisioni për votim të fshehtë tani më i shpallur jo kushtetues. Edhe moskryerja e obligimit të zgjedhjes së kryesisë së parlamentit në afatin që u vendos Rishtazi mund t'ia sjellë vendit një situatë të re. Mos përfundimi i të cilës vendin e çon në një proces ku rrugëzgjidhja e vetme duhet me qenë një rast i ri në gjykatën kushtetuese dhe mund të jetë pa e paragjykuar një rast i ri në gjykatën kushtetuese apo një përfshirje sipas detyrimit kushtetues dhe ligjor të presidentes. Këta theksuan se konstatimet e kushtetueses janë të qarta, derisa po aty, sipas tyre, përjashtohet edhe barazimi e bashkimi i kryetarit e nënkretarëve në një procedurë të vetme të zgjedhjes.